Përshëndetje, po qëndroj me fjalën e Leonorës që Eliona është vërtet një ëngjëll, në fakt u emocionova shumë teksa e shikoja se po qante. ë Benita uroj ta ketë kuptuar që ka bërë gabim dhe normalisht gabimet falen dhe në qoftë se është e vërtet në këtë që thot, patjetër që duhet falet. Unë mendoj që në rastin e Alpës që nuk kishte asnjë lloj kulture, që tregoi një gjuhë denigruese, një karakter shumë të shëmtuar, një femër shumë të ulët, domethënë tregoi anën më të keqe të saj, mendoj që nuk duhet toleruar. Gjithsesi, Eliona sonte ka treguar njeriun e vërtet, ka treguar artistin e vërtet, ka treguar personazhin e vërtet. Ndërsa dy vajzat e tjera, të cilat e bën të gjithën këtë gjurulltin dhe mundoheshin që të arsyetohen, e treguan që e gjithë kjo mbledh dhe inat erdhi sepse Benita xhelozoi tek Edi dhe mua më pëlqeu në fakt mënyrën se si Olta Gixhari e tregoi këtë gjë.